Tani, kalem të puna edhe të peshku pa ujë. Studentët këtu jam i sigur që nuk e njohin peshku pa ujë, por unë mund të di të them që ishte kanali me më shumë trafik organik kur nisa të punoja online, edhe do kisha shumë dëshirë që të bashkëpunoja, po e pash që nuk ishte tamam biznes, ishte thjesht një projekt shumë i bukur nga njerëz që kishin shumë qef, edhe ishin shumë strikt me atë strategjin, mindsetin, kulturën që kishit, dhe nuk arrita do të gjeja një mënyrë bashkëpunimi, por a mund të më thuash vetëm disa numra pra kur nisi dhe deri ku shkoi në trafik? Po. Thjesht për kontekst, sepse ta nuk e din. Peshku pa ujë ka qenë blogu më popullor shqiptar, para se Facebooku të bëj popullor në Shqipëri edhe portale tjera. Ne nisëm një projekt, unë në shtëpinë time, në Boston, një shok tjetër që jetonte në Chicago, në atë kohë Lukani, dhe një shok tjetër që jetonte asokohen në Toronto, tani në Montreal, Penari, një projekt i cili quhej EZeta, që ishte si gazeta po me N përpara. Po flasim për vitin 2002. Kishit lindur në 2002-shin? Të gjithë jo. Okay. Tani ne ishim çuna të rinj, të gjithë beqar, sigurisht, 22, 3, 4 vjeç, domethënë, pak a shumë mosha juaj, ndoshta pak më të rritur se ju tani. Dhe ky ishte shumë elegant, kërkonte shumë punë grafike, ishte si shfletoi një revistë, ishte vërtet një gjë e bërë shumë bukur. Dhe e bëm disa muaj, bëm ja 6 numra, të kësaj një në muaj në cilin, por kishte kaq shumë punë sa që tham, ok, nuk po e bëjmë dot. Dhe na ndihmonte edhe një gocë këtu në Tiranë, që ishte grafiste, edhe një çun tjetër që ishte në Amerikë, kosovar, në Gjermani. Domethënë ishte punë disa njerëz që ishim njohur online me njëri tjetrin, sepse edhe ne që ishim jashtë kishte më shumë internet. Shqipëria ishte akoma kishte shumë pak internet, dhe shkojnë në internet kafet, ishte ngadalë, nuk bënte domethënë. Kështu që ne kishim gjetur njëri tjetrin online, atë botën e vogël shqiptare në atë kohë dhe njiheshim. Dhe vendosim që për aq kohë sa të rigrupohemi për EZetën, me që kërkon kaq shumë mund për ta bërë, le të hapim një blog ansor që ata që ndjekin EZetën mos ikin fare. Dhe hapëm Peshkun pa ujë. Peshku pa ujë jo vetëm që e te kaloi EZetën si projekt, nuk kërkonte aq shumë punë, ishte shumë i bukur grafikisht, por nuk kërkonte atë lloj impenjimi. Dhe papritmas është hapur në 2003-shin dhe deri në 2008-ën, pa frikë, asnjë blog tjetër nuk gjeneronte aq shumë trafik. Temat kulturës, temat politikës, të aktualitetit, përditshme, opinione, dhe ne ishim për këtë që një hapësirë, dhe ishim shkolluar gjithë jashtë në Amerikë, në Perëndim, e kishim këtë konceptin që ti mund të flasësh, duhet të flasësh, që shqiptarët kanë nevojë të flasin, të shprehen, të dëgjojnë edhe pushtetet se çfarë njerëzit mendojnë realisht, dhe kjo shkaktonte në Tiranë, ne nuk e dinim, se nuk vinim shpesh në Tiranë, shkaktonte edhe parati. Qoftë njerëz që ishin në pushtet, qoftë njerëz që ishin në gazetari, që thoshin po këta kush janë, ta që si njohin fare ne, si u futën këta, si u bën këta të rëndësishëm, kush është ky? Ne kishim gjimnazista të gjithë, domethënë dhe s'kishim as rreth profesional këtu, as kishim punuar as një ditë në Shqipëri ndonjëherë, thjesht na mbante ajo dëshira, pasioni për vendin. Dhe ishte një i katërt, një miku ynë Gjergji është shumë business mindset, akoma është, edhe ai na thoshte shiko, duhet gjejmë një mënyrë se si ta kthejmë këtë në një biznes, si ta bëjmë këtë përfitues. Mirë, po ne unë isha në atë botën e kontentit, unë prodhoja kontent, gjeja foto, bëja kështu, andaj këtë thosha merrni ju me biznes, unë nuk di të bëj biznes, unë di të bëj këtë gjë. Tash e di ta bëj mirë. Dhe nuk gjetëm, dhe nuk kishim nevojë. Dhe gjithë ishim të punësuar në gjëra të tjera, dhe ky ishte një projekt pasioni i bërë më njanë, kështu, por duhet kishim bërë diçka. Tani unë vajtoj, jo me OI, sigurisht, por sepse mund të ishte akoma është gjallë, Peshku pa ujë, nëse shkoni edhe tani.com, funksionon, ka akoma njerëz që shkojnë, unë s'shkoj më, por akoma serverat paguhen edhe është një hapësirë atje, por nuk është ajo që ishte. Se Facebooku erdhi dhe ishte një revolucion. Tani gjithë njerëzit kishin hapësirat e veta, nuk ishte më nevojë që të vjen në një ashtu secili postonte, dhe kjo në një farë mënyrë për mua në aspektin mediatik prishi punë, dhe mbas 17 vjetësh mund të them definitivisht që prishi punë. Jo mua personalisht, nuk e kam problem, por prishi punë sepse media për ne që e kemi bërë betimin e gazetarit, që e marrim seriozisht edhe me integritet këtë profesion, është filtri, media do të thotë medium, midis
publikut dhe ngjarjes, që ndodhet ti je mediumi që e përcjell atë gjën. Pa media ne nuk do dinim çka ka ndodhur sot as në kombinat, as në Alidem, as ku diun tash. Le më pasaj në Rom apo në Washington apo në Rusi e në Ukrainë. Kështu është çfarë lidh botën bashkë. Çdo libër që kemi lexuar është në fakt një medium. Çdo rrjet social është një medium në vetvete, por kur ti ke filtra profesional të gazetarisë, se ka dhe të çmendur që dërgojnë artikuj ku ata kanë parë në ëndër sikur u ka hyrë Sali Berisha në shtëpi natën, nuk ka marrë këtë atë. Domethënë mund të ashtu, po ti ke përgjegjësinë që thua jo, kjo nuk është për botim. Këtë nuk mund ta lejojmë. Atje sepse qartazi është një çmenduri. Sot të gjithë janë të lirë në çmendurinë e vet të publikojnë çfarë duan. Dhe ajo që ka rënë edhe që më bën mua të lëngoj për mediat e sotme, portalet kryesisht, është që në Boston Globe, ku kam punuar, kishte një shprehje që thuaj muri i madh kinez, që ndante departamentin e marketingut, ku isha dhe unë, nga departamenti i gazetarisë. Dhe këta nuk ishin punë me njëri tjetrin, prandaj ishte muri i madh kinez. Që do të thoshte që nëse sponsori X i gazetës kishte shitur pul me salmonel, ai lajm do dilte dhe do dilte në faqe të parë. Sepse muri i madh kinez nuk e pengonte atë redaktorin e gazetës që thoshte ky është lajm, ky ka rëndësi për popullatën, për publikun, për lexuesin ton, ne kemi nevojë të shërbejmë atyre duke i thënë që ajo pulë është e elmuar. Ky muri i madh kinez sot për portalet, qoftë edhe media më të mëdha në Shqipëri nuk ekziston. Nëse marketingu që ka hyrë në atë kompani paguan dhe pula e tij elmon njerëz, ky lajm nuk del. Sepse prishet sponsorizimi. Kam përshtypjen që është globale apo është edhe globale, patjetër ndodh në ashtu, po nuk ndodh për deri tek pula. Po. Më kupton, po mund të ndodhi për Boeingun. Për shembull, nëse avionet e Boeing siç doli janë të pasigurt. Atëherë do shkruhet për Boeingun pavarësisht të gjithave. Sot lajmi është bërë produkt. Dhe nëse ti tregon lajmin ashtu siç është dhe nuk është seksi, e vërteta shpeshherë nuk është e thjeshtë ose e komplikuar, por është ajo që është, atëherë nuk klikohet. Atëherë si ta bëjmë që të klikohet? Po i vëmë një bisht, ja luajmë buzët me të kuq, i shtojmë diçka tjetër këtu. Domethënë ti fillon nga një lajm, krijon një trillim, sensacion. Një sensacion që të marrë klikime, edhe punë e madhe se bas atij linkut që ju ndoqët edhe ai titullit nuk doli, ju ka ndodhur gjithëve, jam i sigurt, që të gënjeheni nga një gjë edhe futet atje clickbait siç quhet. Ç'a bën ajo ama është që gryen reputacionin e këtyre portaleve. Në shumë pak kohë, dhe ka ndodhur tani më, janë ngritur edhe janë fikur sepse njerëzit mërziten sepse nuk ofron asgjë përveç budallalliqeve, gënjeshtrave, sensacioneve etj. Kështu që ka një problem tani me mediat kur lajmi është malli dhe vëmendja është monedha. Si ta tërheqim këtë vëmendjen? Është shumë kollaj ta tërheqësh vëmendjen duke bërë budallalliqe. Sfida është si mund ta tërheqësh vëmendjen duke sjell vlerë, duke u përpjekur të sjellësh vlerë. Edhe në biznes, unë biznesmen nuk jam asesi, kam një biznes, ofroj shërbime, më kontaktoni, por dua të them që edhe në biznes, po nuk solle vlerë, nuk vlen. Është e njëjta gjë praktikisht. Nëse produkti yt ka vrima, nuk e mban atë premtimin që ka bërë, atëherë shumë shpejt do fikesh. Kam dëgjuar pafund podcaste e biznesit dhe një herë dikujt ju bë pyetja, a duhet të punoj me integritet apo duhet që nëse kam rastin t'ja fus Valerit, bëjmë një ujdi bashkë, po ka një moment që unë mundet të gënjej, të mashtroj, ta marr unë për vete këtë gjë. Edhe të fitoj më shumë se sa më takon, ka shiteje. Edhe përgjigjja ishte, nëse do të punosh afat shkurtër, bëje. Futja. Merja, mashtroj, por nëse do të punosh afat gjatë, ka nevojë që të kesh një reputacion. Dhe reputacioni është ajo që njerëzit thonë për ty kur ti nuk je në atë dhomë. Çfarë njerëzit thonë për ty kur ti nuk dëgjon? Është ajo që lë pas kur ti mbyll derën. Dhe pastaj njerëzit fillojnë të flasin. Kështu që nëse nuk prodhon vlerë të vërtet, unë nuk mendoj se mund bëhet këtu ka një tis perceptimi në Shqipëri që biznesmeni është pak mashtrues. Pak zmadhus, pak... Jemi akoma në fazën fillestare, pak hileqar. Kurtër të biznes. E disa mund të jenë, por unë nuk mendoj që mund realisht të bësh biznes gjatë edhe mirë me këto lloj manovrash. Ju thatë ka një problem me kontentin dhe neve në biznes problemin e shikojmë si mundësi. Kështu që do kthehemi pak te ajo pjesa, po dua vetëm të ndalem
kjo si eksperiencë tani peshku pa ujë, edhe pse mbase nuk realizoi diçka të ardhura ose a ishte një eksperiencë që mësove gjëra dhe si mund t'i konsiderosh këto mësimet edhe me shkollën? Pra, a janë ekuivalente, pra a kanë vlerë? Patjetër. Për mua ka qenë një shkollë. Praktika ime e zakonshme ishte kjo. Unë çohesha rreth orës 5:30 në mëngjes, bëja një dush, edhe ulesha para kompjuterit. Dhe ndërkohë që ishte ora 5:30 në Amerikë, ishte ora 11:30 në Tiranë. Kjo mua më voliste, sepse disa ngjarje kishin ndodhur tani më, ngjarjet kësaj. Edhe unë shikoja, merja këto dhe postoja. Se atë detyrën e redaktorit kisha, e bëja shumë mirë, dija se ku ta gjeja lajmin, unë nuk e merja copy-paste, për shembull nga një media tjetër, por ne furnizoheshim me informacion nga media tjera dhe shkruanim materialin ton mbi to. Dhe e bukura e kësaj, sepse ishte crowdsourced, si thua, si gjë ishte që unë ndonjëherë 2 paragraf më mjaftonin që unë e shtroja lajmin. Kjo ka ndodhur. Dhe kur e hapja prap një orë më vonë, aty kishte ndonjëherë 1000 komente. Mbi ato 2 paragraf që unë thjesht bëja lajmin me një foto, edhe ajo ndodhte vetë pas. Ato komente gjenerojnë komente tjera dhe krijohej një trafik jashtëzakonshëm që merrte një orë tek, domethënë kështu funksiononte atje. Dhe unë këtë e bëja çdo ditë, deri në orën 7. Në orën 7 dilja, përveç asaj periudhës 4 mujore që kam qenë në radio që duhet isha atje që në 5. Por në orën 7 dilja, në 7:30 isha në punë, aq më mbante gjysore. Dhe atje prap kisha mundësi, sepse puna ime e tillë ishte që nuk kisha nevojë të isha kështu duke punuar. Unë kam pas kontrollin e cilësisë. Dhe çfarë ndodhte ishte që do printoheshin 2 milion kopje të një reklame, marketingu, dhe detyra ime ishte që sigurohesha që ishte kopja e duhur, se kishte disa kopje që ngjanin shumë me njëra tjetrën. Po njëra ishte për dyqanin në Mullet, tjetra ishte për dyqanin në Vorë, tjetra ishte për, dhe ato dukeshin pothuajse identike, por duhet shikoje kodet. Dhe detyra ime ishte që të printoheshin të duhurat dhe via firmën, kontrolloja atë, okay, është në rregull, vazhdoni. Tani ata 2 milion kopje donin gjithë ditën ti printonin. Dhe unë çdo një orë shkoja, kontrolloja, dalja makinat, kontrolloja që çdo gjë vazhdonte normalisht, thosha vazhdo, okay, vazhdojmë. Kështu që isha shumë i lirë në këto, më çohesha 8 herë gjatë ditës për të kontrolluar atë makinerinë që ishte në rregull, dhe kohën tjetër pastaj shpenzoja prap te peshku pa ujë. Duke u marrë me këtë, edhe mësova si të shkruaj, mësova si të mos shkruaj. Puna të mëson. Është jashtëzakonisht e nevojshme, por puna të mëson. Kur shkova në fillim në Amerikë, thjesht për praktikën e kam këtë, se ndoshta zgjatem, më falni, është vesh profesional. Jo, s'ka problem. Shikoj presidentin George Bush të parin në një reklam televizive. Dhe thoshte, lexojini fëmijës tuaj një artikull gazete çdo ditë. Dhe kjo do të përmirësoj shumë anglishtën e tij. Ai ishte më president ako, ishte Clintoni president, po kishte qenë president. Thash, çfarë thot ky? Lexojini fëmijës tuaj një artikull gazete çdo ditë. Në Amerikë ka 2 standarde të shkruarit gazetes. Ka gazetë për punëtorët, që shkruan me një gjuhë gjimnazi, e quajnë ata, dhe ka gazetë për intelektualët, që shkruan me nivelin e universitetit. Domethënë, është fjalor më i pasur, më i rafinuar, pra shkruhet në 2 nivele. Dhe ata që shkruan për punëtorët janë po ashtu shumë intelektual. Po e ulin vetë atë që ta bën më të thjeshtë, më të kuptueshme, se e din që ai që do ta lexoj gjatë vaktit mund të jetë njëri që punon në ndërtim, mund të jetë njëri që, kupton, nuk ka bërë universitetin. Kështu që unë punoja në një gazetë nga këto të larta, të quajmë, elitarët, dhe lexoja gazetën çdo ditë atje. Lexoja një artikull, ndoshta 2, ndoshta 3. Dhe anglishtja ime u përmirësua aq shumë, vetëm nga leximi i këtyre artikulleve. Atyre kuptova unë se çfarë thoshte George Bush, sepse gjuha që ata përdorin në gazetë nuk ishte gjuha e rëndomt, po ishte një gjuhë që përmbante brenda, domethënë, dhe praktika të mësonte. Praktika është asnjëherë mos prisin që kushtet të piqen në mënyrë të përsosur, që gjithçka të jetë një ditë me diell, atëherë do të filloj unë atë gjën time. Kur të jetë ditë me diell, kur unë të kem rënë në peshë, kur unë të jem gati, kur asnjëherë nuk do jeni gati. Seneca thot për një stoik tjetër, për ta cituar, që budallënjt janë gjithmonë duke u bërë gati të jetojnë. Budallënjt janë gjithmonë duke u bërë gati të jetojnë. Të mençurit jetojnë, punojnë, provojnë, dështojnë. Tani, në mënyrë të papërsosur, pa patur atë shkëlqimin ose një shenjë nga Zoti që sot është dita, ti e fillon keq, e fillon
zhdrapa zhdrupa, po duke ecur, fillon të mësosh si ta bësh më mirë, korrigjon gabimet, nuk i përsërit ato gabimet dhe pa pritur e pa kujtuar, ndërkohë që mund të kishe pritur dhe një vit tjetër, ti ke ndërtuar diçka. Dhe tani që e ke ndërtuar atë gjën, mund të fillosh ta merremetosh, mund të fillosh ta bësh më të bukur, më të mirë, po duhet të fillosh sa më shpejt. Sonte, po të jetë mundësia. Mos e lër për nesër, mos e lër për kur ti të jesh vërtet gati. Se njerëzit i thonë vetes, unë do jemi lumtur kur të martohen. Kur të mbarojmë provimet. Do jemi lumtur kur të kem bërë fëmijë. Do jemi lumtur kur të kem bler shtëpinë e parë. Po jo, prapë jam i lumtur. Po kur të kem një shtëpi në plazh, atëherë do jemi lumtur. Dhe prapë si i lumtur. Dhe kur të kem këtë lloj makine, atëherë do jemi lumtur. Janë gjitha gënjeshtra. Nuk lidhet lumturia me asnjë gjë materiale, me asnjë gjë. Ti mund zgjedhësh të jesh i lumtur, mund zgjedhësh të jesh i kënaqur. Warren Buffett, ndoshta e keni dëgjuar këtë se është shumë e njohur, jeton në të njëjtën shtëpi që ka bler kur e ka bler në fillim të viteve 70, duhet 71-shin, 73-shin. E ka bler $37,000. Në atë kohë aq bënin shtëpitë. Ai është miliarder, qindra herë miliarder dhe jeton prapë në atë shtëpi. Dhe është shumë i lumtur. Se nuk e gjen kënaqësinë në statuja ari, e ku diun se çfarë, në bide, floriri e kështu gjërash. Ai e gjen lumturinë në punën që bën, në atë që prodhon, në vlerën që prodhon dhe është i kënaqur me atë hapësirë që ka bler kur kishte shumë pak para. Statistikisht thjesht për ta mbështetur këtë, njerëzit e lumtur që kanë parë mes të pasurve dhe jo të pasurve është probabiliteti është i njëjtë. Domethënë nuk kam parasysh ndryshim që te njerëzit e pasur të ketë më shumë të lumtur se te njerëzit e varfër, ose jo të varfër, por normal. Tani për të kthyer te konteksti i problemit, pra ne kemi një problem në kontekstin global që media tradicionale po e humbin fuqinë e tyre dhe njerëz si unë, ose si ju, ose si secili prej këtyre studentëve, po ju marrin fuqinë e mediumit tani. Në rastin konkret, ju e kuptoni kontekstin e mediumit, po unë për herë të parë e konceptoj në këtë formë. Unë di që tani kam një vegël, që është ky telefoni im, edhe unë prandaj nuk ri në rrjetet sociale fare, po unë postoj. Sa herë të jetë e mundur, prandaj po e filmojmë këtë intervistë, sepse e di që tani njerëzit po nisin të marrin besim tek individët. Tani në kontekstin e studentëve, këta nuk e din mediumin e vjetër, këta din vetëm mediumin e ri. Dhe këta e kanë shumë të lehtë të të futen në botën e asaj, por këta nuk kanë asnjë informacion teknik mbi mediumin edhe asnjë anë profesionale nuk e kanë. Dhe ndjen një lloj konfuzioni dhe ngecin. Si një profesionist dhe duke ditur gjitha llojet e mediumeve, duke ditur peshkun pa ujë, si mund ta nisin me aq sa din, mediumin e tyre, emrin e tyre, ose atë markën që ata po ndërtojnë sot. Pra nga ta nisin edhe sa perfekte mund të jetë, ose Kuptoj shumë mirë. Një ushtrim që kam bërë me studentët e gazetarisë në të kaluarën ka qenë ky. U thosha, mendoni sikur jetonit në vitet 90. Por ju mund të jetë ushtrim pak më i vështirë, duke qenë se jeni të rinj, po vitet 90 mua më duken shumë afër, me të drejtën. Kjo është çështje moshe. Në vitet 90 i thosha, sikur të nisnim ne një medium, pa e përcaktuar se çfarë do ishte, çfarë do na duhej. Në vitet 90 mediumi ishte gazeta. Gazetat kanë qenë mbreti. Çdo ditë në Tiranë shiteshin mira kopje gazetash që herët në mëngjes, njerëzit merrin gazetën në gji, edhe shkonin në punë, në shpletonin, e hapnin, lexonin, mësonin, bënin fjalë kryqin, këto tjetra. Dhe që të bëjë një gazetë në vitet 90, duhej të kishe një zyrë, minimumi, ku do të shkruaje. Duhet të kishe kompjutera. Duhet të kishe një shtypshkronjë, që ta shtypje. Të duheshin këto bobinat e mëdhaja të letrës, të duhej boj, të duheshin gazetarë që të shkonin të prodhonin lajmin, ta merrin terren, vinin ta shkruajnë atje. Pastaj mbasi kishe printuar gazetën, të duheshin shofer që ta shpërndanin në të gjithë Shqipërinë, në këta shitësit atje. Kështu që ishte pamundur që një grup gazetarësh të rinj ta hapnin një gazetë. Atëherë as banka që të merrnin kredi nuk ekzistonin në formën që janë sot. Kështu që ose do punoje për dikë, ose do mbeteshe pa punë, do filloje një profesion tjetër. Kështu që do të shkoje te një pronar gazete, do të punoje për të, do të punoje sipas shefit të tij, sepse ai kishte 1 2 3 4 5 6 interesa të tjera, donte që gazeta t'i binte qeverisë dhe të mbështeste opozitën apo të mbështeste qeverinë dhe t'i binte opozitës, çon si ka. Po do futeshe atje dhe nuk do humbisja atë lirinë e idealizmin e një gazetari që do të prodhoj lajm. Sot kjo nuk është më kështu. Sot në telefonat që kemi
në xhep secili prej nesh, ka më shumë fuqi kompjuterike se ç'kishte kompjuteri më i madh në Amerikë në vitet 90. Në çdo telefon. Universitetet kishin kompjutere në atë kohë, të parët, edhe ishin dhoma të mëdhaja me ca vetëm ftosit bënin zhurmë, se kaq e madhe ishte ajo dhe s'kishin fuqinë që ka celulari juaj. Sot i mund të prodhosh një artikull, një video mbi një gjë që ty t'intereson. Hemingway thoshte, shkruaj për gjëra që i di. E shkruante gjithmonë nga përvojat e veta. Çka kishte parë në luftë, çka kishte jetuar në aventurat që bënte në Afrikë, kur shkonte për peshke, për gjuetie, për këto, ai kthente në libra. Të dashurat që kishte pasur i bënte personazhe, thoshte unë shkruaj vetëm ato që kam jetuar, se këto i njoh. Dhe unë them që nëse filloni diçka, sot është tërësisht e mundur, me shumë pak para, nën 1000 euro, ndoshta edhe nën 500 euro, që ti të bësh një studio ku duhen praktikisht 2 koltuqe apo 2 karrige si kjo, 2 mikrofon, kamera, edhe në kuadër të këtij shpenzimi, apo mund ta marrësh me qira se ekziston, ti mund të prodhosh një bisedë, e cila nuk ka nevojë të jetë një bisedë që më drejtohet mua, po ka nevojë që ti drejtohet atyre që janë të ngjashëm me ju. Dhe ka nevojë të jetë rreth gjërave që ju i dini, jo rreth gjërave që ju si dini. Nuk mund të flisni për gjëra që ende si keni përjetuar, provuar, parë. Por ato që ju i dini, fjala vjen problemet që kanë sot të rinjt. Qoftë në dashuri, qoftë në punë, po themi, në marrëdhëniet që keni me shtetin, me familjen, me të tjerët. Dhe ata që do t'ju ndjekin do jenë të ngjashmit tuaj. Ata që e gjejnë veten të reflektuar në bisedat tuaja. E rëndësishme është që të jetë e vërtetë. Dhe ajo çfarë ndan podcastin dhe e bën sot mbret në krahasim edhe me televizionin që ishte, ndoshta ende është duke u kapur me thonjë te froni, si mbret është që podcasti ka një tjetër regjistër komunikimi. Nuk është një bisedë televizive e ngrehur me kravatën e ku diun se çfarë, por është më e lirshme, më njerëzore, më e gjatë, më pak e strukturuar 1 2 3 4 5. Ju dini në televizionet amerikane, edhe këtu, kur kemi punuar, gjithçka është shkruar në një prompter, i cili është një xham përpara kamerës që nuk duket nga kamera, nuk e sheh kamera, por ndërsa unë shikoj drejt te kamera, në fakt ka tekst në atë xhamin që lëviz përpara kamerës dhe unë po lexoj. Unë nuk po shpik nga mendja. Dhe mua më pëlqente shumë prompteri sepse unë e shkruaja vet editorialin dhe kur fillonte ajo që ishim live, ai editorial që unë kisha shkruar fjalët e mia, por që unë kisha marrë kujdesin të vija presit aty ku duheshin, gjithçka tjetër rrithte atje. Vinte kështu scrolling up. Dhe unë e lexoja dhe më pëlqente që mua s'më merre goja asnjëherë, se s'kishte si të më merre, e kisha atje, se kisha punuar për atë që ishte zëri im i shkruar nga unë, edhe më pëlqente që ajo të vije pika në fund ku duhej, pa bër këto gjërat e tjera që ndodhin kur nuk e ke atë prompterin. Po nuk ka nevojë të jetë aq perfekt, nuk ka nevojë të jetë aq i stilizuar, i qëndisur deri në fund, aq sa është i sinqertë dhe i vërtetë. Bashkë ndoshta e përmend, po në zgjedhjet e fundit presidenciale duhet të keni dëgjuar këtë fakt se u përmend kur shkoi Trump te Joe Rogan atë natë. Joe Rogan pati më shumë views se sa CNN, Fox News, ABC News, CBS News, MSNBC News të marra së bashku. 5 rrjetet më të mëdha amerikane, është i thuar që podcasti i Blendit atë natë pati më shumë views se sa transmetimet e Top Channel, Klanit, Vizionit, News 24-s, edhe Euronewsit të marra së bashku. Domethënë ky është realiteti atje. Njerëzit kanë braktisur sepse ka interesa, sepse ka debatet, kotat pafundme se ata atë shesin. Ata shesin debat, domethënë shesin një grep si të mbajnë interesin e njerëzve sa më gjatë, po atë interesin jo të vërtet, interesin e thellë dhe për familjen, për fëmijët, për punën, për biznesin, po atë interesin aty për atyshëm, kurreshtin. Dhe njerëzit tani po emigrojnë, po largohen nga televizioni, po emigrojnë gjithashtu sponsorat, sepse shikueshmëria ka rënë me 25% në 4 vjetet e fundit. 25% në 4 vjet. Edhe trendi është duke zbritur për poshtë. Njerëzit nuk duan të shohin më televizor. Brezi juaj nuk kanë mësuar të shohin televizor. Në kohën time filmi fillonte në orën 9 të dielën dhe po mos isha aty ta shikoje, nuk e shikoje dot. Deri në ritransmetim të hënën ndoshta apo të shtunën tjetër, këto seriale. Po HBO i bënte të hënën të dielave në orën 9 shfaqet në HBO një seria e re që është për herë të parë. Dhe pastaj të shtunën e transmetojnë prap që të kapin këta që se kanë parë që se të dielën është e dyta. Dhe transmetojnë të parën të shtunën që t'i japin një mundësi atij që është shumë e zgjuar si kështu. Kurse sot ti
mund ta bësh këtë gjë në kohën tënde, njerëzit shikojnë Netflix, në Netflix nuk ka reklama. Dhe duke qenë që shikueshmëria ka rënë, njerëzit prap kanë këpucë për të shitur, libra për të shitur, pallto për të shitur, makina për të shitur, ilaçe për të shitur, thonë ku do i shesim? Në Netflix nuk i shesim dot se s'ka reklama. Në televizion nuk duam të çojmë se shumë shtrenjtë dhe shikueshmëria ka rënë, nuk ka leverdi. Atëherë ku do i çojmë? Ka influencera, ka dhe podcaste, që kushtojnë shumë herë më pak se sa televizioni, po për ata grupin e vogël që realizon një podcast, nuk kanë qirat gjigante të televizioneve, nuk kanë stafet ushtri të televizioneve, nuk kanë ato lloj shpenzimesh dhe të del. Në rastin më duket se ta përmend aty, një rast konkret i një gazetari në CNN që paguaj $8 milion në vit, i thanë këtë vit që me këtë ekonomi të re, me këto buxhete të shkurtuara nga sponsorat që kemi, ne të ofrojmë $1 milion në vit. Merre ose lëre. Dhe ky u tha, lëre, më mirë, sepse unë do hap podcastin tim. Sepse nuk mund të bëj $8 milion në vit me podcastin tim, po më shumë se një do bëj, e sigurt. Mund të bëj 3, mund të bëj 4. Kështu që ka dalë më vete, e bën afër shtëpisë, ka sajuar shtëpinë se ai është i pasur, dihet, prej këtyre 8 milionshave që merrte çdo vit, dhe ka bërë studion që ndërkohë që është me rob dësham, bën dushin, pi kafen, vishet, zbret në studioja e tij, bën emisionin dhe kaq mbaroi, podcasti është i përditshëm, janë mendimet e tij, analizat, opinionet, gjërat i ftuari që s'ka nevojë të jetë fare aty, se sot ti je lidh me mund të jetë në kontinent tjetër, ti je bën atë lidhjen jo Skype, jo Cisco, jo çfarë doni juve. Dhe ja u bë. Edhe u bë për shumë pak mundim se sa në CNN dhe me shumë përfitim, dhe mendoj që kjo që po ndodh tani në Amerikë do ndodhi këtu se s'bën shumë shpejt. Domethënë ka hikur ajo panorama e vjetër është në dalje e sipër, është ai tranzicioni në ekran, kështu që shkon nga e majta në djathtë për të zhdukur për gjithmonë, dhe tani vjen një foto tjetër, që është podcastet, që janë prodhimet e pavarura, cilat kërkojnë më pak shpenzime, dhe pastaj mund të shpërndahen pa pas nevojë që të hyjnë në televizion. Do ta mbyll me këtë. Këtë kam dëgjuar nga komedianët, stand-up comedians, ju i njihni se kush janë dhe e dini se çfarë bëjnë. Dikur, thoshin këta, ishte shumë e vështirë që të bëheshe një yll i komedisë, stand-up. Pse? Sepse shfaqjet bëheshin në salla të mëdha, në qytete të mëdha, dhe regjistroheshin për audienca televizive më vonë. Dhe ti duhet bëje humor për të gjithë. Humor që t'i bënte të qeshnin edhe të mëdhenj, edhe të vegjël, edhe të bardhë, edhe të zinj, edhe të moshuar, edhe gra, edhe burra, nuk ishte rëndësi. Duhet të prodhoje një humor shumë gjithëpërfshirës. Dhe kjo nuk ishte e lehtë. Prandaj ishin vetëm me kokra, 1, 2, 3, 5, 6, 10 veta që ishin të mirë. Pastaj tjerët sot ka shumë komedian, cilët shfrytëzojnë YouTube-in, sepse ai bën një humor shumë të zi, i cili nuk mund dilte në televizor atëherë se është i mirë si humor i zi, por nuk është për gjithë. Gjysma do ofendohen, gjithë do thonë, e tefroj, kjo është çmenduri. Por ky thotë, unë dua të bëj humor të çmendur. Dhe do të bëj kanalin tim në YouTube. Dhe kam si audiencë gjithë botën. Dhe tani është e mundur për këtë, ta bëj atë humorin specifik të çmendur dhe të ketë audiencën e vet. Domethënë ka audiencë faqe tatuazhesh. Dhe njëri është në Irland, tjetri është në Bangkok, tjetri është në Australi, tjetri është në New York, tjetri është në Tiranë, sepse ai është komuniteti i njerëzve që pëlqejnë tatuazhet. Dhe sot ti nuk ke nevojë ti kapësh gjithë. Nuk ka nevojë që të dalësh në televizor, edhe ti jesh për të gjithë, aq i mirë. Ti mund të bësh gjën tënde në kanalin tënd dhe do ta gjesh audiencën tënde, se bota është shumë e madhe dhe aq, nëse ke 30.000 subscribers, për ty mjaftojnë. Janë më se mjaftueshëm. Unë vetëm një kontekst edhe do të bëj një pyetje tjetër në lidhje me këtë dhe e kalojmë temën.